A ka vepruar drejt presidenti duke dekretuar zgjedhjet në Tiranë? Më ekstrem ashpër këtu është Bushati, fillon kë. I pare. Pare. Tani lajmi... Do kesh pyetje që të fillosh dhe i dyti, i treti, po, tani je i pare. Lajmi i ditës është që ne kemi futur një lop në presidencë. Që? Kemi fut një lop në Jo, presidencë. tani, nuk dhe ta bështë. Jo. Mas nësi lamën këtu të sjell lek, nuk ka lek e Ndrimek si tani të paguaj amën. Atër le ta paguaj 2 fish gjobën, kemi fut një lop në presidencë, që edhe Haxhileshi do e kishte zili, po të qoj nga varri, thoshte si kam shërbyer unë Enver Hoxhës me kaq pasion. Kodi penal, se do hynë në Burgaj. Kodi penal të ju një Burg, zotri. I riu. Po, shikyr tuaj që nuk është votuar. Dhe kemi futur një lop në Mirë. Ti në si lamën këtu tani të vime e Ndrimek, më threnë mua marë si nesër, më thotë mua ka ardhur këtë dokument, po më ka thirë disa herë tani të mos ma ngrit topin. Vazhdo. Jepja gjobën atij dhe sa. Vazhdo. Mos ma ngrit topin. Gjobën e ke vetë. Sa për tjeni? Jo. Dhe kush është problemi? E tha dhe avokati këtu që kjo gjë nuk bëj, dhe cilin jurist kam kontaktuar unë mbi 10, pa interesuar më kanë thënë të njëjtën gjë. Që kjo nuk është e pa imagjinueshme, pa mendueshme, e pa perceptueshme, thuj çat dush. Dhe këtë nuk po e diskutoj se kjo nuk ka diskutim. Unë po diskutoj anën politike. Kush është ana politike? Edhe gjykatë kushtetuese, po edhe një ashankuar Veliaj, nuk anullohen zgjedhjet që ditën që ka vendosur Edi Rama, harroheni. Pra, zgjedhjet parakoshme në Tiranë do bëheshin. Nuk e shkallmon njeri vendimin që ka marrë Edi Rama. Po ky ditëziu që i quan veten kryetar shteti, sheqer. Sheqeri u shkrije, kupton? U bë shurup trëndafili. Ky sheqeri kishte një gjë në dorë. Thjesht respektonte veten. Zgjedhjet do i bëni, thoshte, po unë të paktën, po pres një vendim gjykate që duke ju shërbyer të ruaj pak dhe faqen time të bajgos. Po pra, e spjegon, bën këtë spjegim. Ky është një problem thot për gjykatat administrative. Dhe këtu ka një hile tjetër, Bushat. Edi Rama nuk e ka bërë vetë shkarkimin. Për shembull në rastin Edi Rama e ka bërë vetë shkarkimin. Jo. Ka vënë firmën. Jo, pas. Pas Këshillit Bashkiak. Jo, Këshilli Bashkiak e kalon në një pjesë të rëndomë. Edi Rama nuk është noter. Kryeministri i Shqipërisë është vendimarrës. Këshilli Bashkiak vetëm propozon, duhet ta lexojmë ligjin sakt. Po tamam pra. Në rast se propozon Këshilli Bashkiak, VKM-ja thotë jo, s'dua të shkarkoj. Nuk ka asnjë pasojë. Ora ai po tallet me Trumpin, ju thoni po dëgjon Këshillin Bashkiak. Po tallet me Trumpin. Prit pra, prit. Po Trumpi u tall me ne tani. Dakord, ma. Tani ti po bën si këta që dolën bën lajm të madh. Trumpi po tallte me nderen me ne. Patjetër. Armenina thosh ne. Një njeri që na kthen. Ne jemi Albani, ai thosh Armeni. Një njeri. Tani të lutem shumë tani. Trumpi tallet me ne, ti thua tallet me ne. Një njeri që na kthen dinjitetin në raport me Trumpin. Ka drejtë bëj. Ka për gjë që të zbatoj ligjin. Pra, tani ti po gjetë edhe këtë të Trumpit, Bushat, pastaj, hajde të bëjmë një të marrim shpatë, s'po merrem. Ta thresë Edi Ramën, këtu të flasë ai, të shkallë e ti dhe merri shpatat, vendimi im s'ka lidhje. në këtë rast është i qartë. Edi Rama, çdo hap që ka hedhur, është në të drejtë Zotit. Pra, Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste që kërkoi shkarkimin, dhe që firmosi Këshillin Bashkiak është drejtë Zotit. Pra, formalisht Ramës tu nuk ketë që thua asnjë gjë. Këtu sheqeri i bër ujë ndodhet në presidencë. Ti kërkon që të gjitha problemet që ka Shqipëria, 35 vjet, të zgjidh Bajram Bega që ka ardhur dje këtu. Merr Bajramin dhe jo më të marrin të gëzoj lekët e pronave të ushtrisë është në rregull ai, nuk ka rëndësi. Presun as ti. Ka radhën Bajrami tani. As ti rregulloj Veliaj, as ti rregulloj Spiropali, asnjëri. Un po them, ku është pika ku është kryer krimi? Në këtë radhë, krimi është kryer ke Baromi. Por, nuk është puna se është kryer krimi ke Baromi. Unë e kam është më banale historia, që Baromi mund t'ja hiqte vetes këtë krim. Thoshte, i bëjmë një muaj më pas, e presim gjykatën kushtetuese. Nuk mund të ketë kjo republik një Barom që interpreton kushtetutën dhe thotë, mos e çon kushtetuese, po çojnë administrative.
po kush të artha aty mërë barom se kush duhet ta çoj, prit mërë gjykatat që thonë, mund t'i shkonte kushtetuese, po pranoj këtë, që kjo është për administrative, që se asë njeri, dhe kushtetuesja thoshte, kjo nuk është lëndë për mua, t'ja çojmë administrativ. Jo, thot baromi, e ka administrativja, e caktoj unë. Pra, baromi nga frika, mirë që e bën, po cakton dhe bën dhe rolin e gjykatësit. Në këtë kuptim, unë e kam qujtë që Le ta zi kushtetuesja tani. fatkeqësisht, jo e zgjidhej. Jo, të dytën ka shkuar për... Po s'ka për ta zgjidhur. Ore, Do bashkojnë në vizitin të dyja. Do bashkojnë të zgjidhje. edhe kushtetutëses po t'ja linin, dini që nga kjo reforma në drejtësi, kjo kushtetuese, këtë marrë një vendim kundër Edi Ramës, arrohe më prapë Edi Ramës do e merte. Thjesht këtu ishte, do e bajgosnin fytyrën e Bajramit, apo do ja runin fytyrën. Këta vendosën t'ja bajgosin, a i hodhën vetë më shumë bajg mbi fytyrë. Ky Kaq. ishte mendimi i Bushat. Tani, me radhë... Dëgjova dhe avokatin, po me qenë se ka pas djeshmëri të lartë si çështje, gjithë kemi folë dhe me jurist të ndryshëm. Dhe është një çështje e interpretueshme. Kjo është fjala kyçe që mund thuhet. Është e interpretueshme. Nuk është as me së pat këndej apo me së pat andej. Dhe sistemi i drejtësisë zgjat. Në fakt e ka këtë specifik që sistemi i drejtësisë krijon gjithmonë mundësi palëve që të ankimojnë, të apelojnë, të rishikojnë. Pra, në sistemin e drejtësisë është e mundur që në shkallën më të lartë gjykimit të arrihet një përfundim i drejtë. Edhe siç ka ndodhur edhe me Afër të vërtetës. afër së vërtetës. Siç ka ndodhur me Erjon Velien që ka ankimuar edhe dekretin e presidentit, apo mund të ngrijë ndonjë fraksion opozitar, mundet që edhe ato Një pjesë të deputetëve. Një pjesë të deputetëve gjithashtu që janë të shqetësuar për këtë rast, mund të marrin edhe ato një nisëm për të ankimuar në gjykatën kushtetuese. Pra, nuk është e interpretueshme kjo gjë. Tashi Më falë preç. Gjërat e interpretueshme shkojnë në gjykatë. Dakor, sepse vetë sistemi, pra ne po them, kur flasim për këtë tema, duhet jemi pak më të matur, them unë. Sidomos kur nuk jemi kompetent, kur nuk jemi profesionist të kësaj fushë. Sepse shikoj që ka shpërthy si sport popullor kjo tani, do janë bërë gjithë jurist, gjithë kanë vesh tokën e gjyqtarit Venecias, dhe po gjykojnë, po bëjnë.